Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që ha në presh duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë, do ngeleni pa fjalë. Preshi u kultivua për herë të parë në Azinë e Vogël, ku e ka origjinën e vet. Si shtetet e pellut të Mesdheut, preshi i freskët përmban shumë lëndë ushqyese me vlera të larta biologjike, fiziologjike, dietike, mjekësore për organizmin e njeriut. Preshi i freskët përmban proteina, lëndë të thata, yndyrna, karbohidrate e të tjera. Ai përmban rreth 490 kalori për 1 kg presh të freskët. Lëndët kryesore minerale të preshit janë kaliumi, natriumi, kalciumi, magnezi, hekuri e të tjera. Preshi përmban më shumë sheqerna se sa qepa. Preshi, ashtu si dhe qepa, përmban lëndë që janë të nevojshme dhe të domosdoshme në ndërtimin dhe funksione normale të trupit të njeriut. Prandaj si qepa dhe preshi futen në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeriu duhet i konsumojë çdo ditë për një periudhë më të gjatë të jetës së tij. Preshi përmban vitaminën C më shumë se sa qepa. Preshi dhe gatesat e tij të ushqimeve të bazës së njeriut me vlera të larta ka vlera të mira ushqimeve dietike dhe mjekësore. Këto produkte ushqimore shfrytëzohen nga njerëzit si dhe lëndët medikamentoze të tyre edhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Në sëmundjet e sistemit kardiovaskular, hepatobiliar dhe urogenital të shoqëruar edhe me edema, preshi mund të japë një lehtësim më të mirë për shëndetin tuaj. Preshi, që përmban shumë karbohidrate ose sheqerna, por edhe kripra të siliciumit, rekomandohet si ushqim dietik mjekësor edhe për sëmundjet e aparatit respirator që shoqërohen me koll, galbaz dhe vështirësi respiratore, sepse gatesat me presh si ushqim dhe medikamentet e tyre veprojnë si një eksofilues dhe lehtësues i gjendjeve tuaja. Gatesat e preshit që përmbajnë shumë celulozë së qepa shfrytëzohen edhe si lëndë ushqimore dietike mjekësore edhe për traktin tretës që shoqërohen gjithashtu edhe me lehtësim të gazrave. Preshi që përmban mjaft kripra minerale rekomandohet si ushqim dietik mjekësor edhe për sëmundjet respiratore, gjithashtu edhe ato urogjenitale. Lëngu i preshit të freskët përdoret gjërësisht në mjekësinë popullore edhe për të lehtësuar një sër patologjish. Gjithashtu, vlerat e preshit në organizmin e njeriut janë vërtet të larta, ndaj ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e tij në formën e tij të papërpunuar ose dhe në gatime. Megjithëse nuk është një opsion i ushqimeve të preferuara për shumicën e njerëzve, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinë dhe në dietat tona të përditshme. Përbën gati 90% ujë dhe është një element i rëndësishëm i një diete të shëndetshme, pasi përmban ushqyes të vlefshëm, antioksidantë të rëndësishëm, flavonoide, minerale, vitamina dhe pak kalori. Studime laboratorike kanë treguar se alium që përmban preshi rekomandohen në uljen e niveleve të kolesterolit dhe ka aktivitet antibakterial, antiviral dhe antifungal. Gjithashtu alium zvogëlon ngurtësinë e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, duke penguar formimin e trombeve dhe duke ndihmuar në reduktimin e problemeve të arterieve koronare. Falëpërmbajtjes së hekurit mund të ndihmojë në luftën kundër anemisë. Është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve që janë esenciale për shëndetin dhe përmban disa vitamina të tilla të cilat janë acidi folik, niacin, riboflavin dhe tiamin. Ai është një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksiduesve të tjerë si xanthin, lutein, vitamina esenciale të tilla si C, K dhe E. Vitamina C ndihmon trupin e njeriut në zvogëlimin e rezistencës kundër alergjive dhe ka sasi të mirë të mineraleve të kaliumit, hekurit, kalciumit, magnezit dhe të tjera. Konsumi i tij i shoqëruar me zvogëlimin e produkteve që ndikojnë kundër shëndetit tuaj, kryesisht të zorës së trashë dhe të prostatës, do të japë rezultate pozitive edhe në rritjen e vlerave të shëndetit të personat të cilët e konsumojnë preshin. Preshi është mjaft i shijshëm dhe mbi të gjitha lehtëson edhe tretjen. Pjesa e bardhë është e pasur me sheqerna natyrale dhe saharozë. Pjesa jeshile e bimës është e pasur me vitamina dhe substanca aktive që forcojnë imunitetin. Preshi është një nga perimet më të vjetra të njohura në botë dhe se shumë njerëz e nënvlerësojnë duke mos e konsumuar. Kjo për shkak se lidhet edhe me elementët ushqyes të tyre.
Preshi është i vështirë për t'u tretur, por në supa është tepër i shijshëm. Përmban vetëm 27 kalorie, teksa është i pasur me ujë rreth 98% të përmbajtjes së tij. Është një diuretik i shkëlqyer për trupin. Ai është mjaft i shijshëm dhe mbi të gjitha do të lehtësojë edhe tretjen. Pjesa e bardhë është e pasur me sheqera natyrale dhe saharoz. Pjesa e jeshile e bimës është e pasur me vitamina dhe substanca aktive që forcojnë imunitetin. Ekspertët këshillojnë që të konsumohet i freskët ose të zihet pak, për të mos avulluar substancat ushqyese sikurse janë vitamina A dhe vitamina C. Së pari, preshi është një aleat i mirë i shëndetit të syve. Kjo perime është e pasur me vitaminën A, një vitaminë e nevojshme për forcimin e duhur të syve dhe për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi është i bollshëm në antioksidantë të cilët luftojnë kundër radikaleve të lira që hyjnë në trup dhe parandalojnë atë nga dëmtimi i syve. Nëse nuk parandalohen radikalet e lira, mund të shkaktojnë degenerim makular dhe probleme të syve që vijnë edhe nga plakja. Vitamina A gjithashtu ju ndihmon të përmirësoni shikimin dhe përmirëson edhe sytë tuaj gjatë natës. Preshi parandalon radikalet të lira. Kjo perime është një burim i mirë i zeakanthinës dhe luteinës. Këto dy përbërës mund të sjellin përfitime në masë të madhe tek sytë tuaj. Zeakanthinë dhe lutein mbrojnë indet e ndjeshme të syrit nga rrezet e dëmshme ultraviolet. Më e rëndësishmja është që këta përbërës mbrojnë sytë nga zhvillimi i kataraktës. Shoqata optometrike amerikane rekomandon 12 mg të këtyre dy përbërësve për të marrë përfitime të tilla. Preshi mban lëkurën e pastër dhe të shëndetshme. Një numër i madh i problemeve të lëkurës shkaktohen nga dëmtimi i radikaleve të lira. Problemet e lëkurës të tilla si pikat e errta, rrullat e të tjera janë rezultati i dëmtimit oksidativ të shkaktuar nga radikalet e lira. Antioksidantët që gjenden te preshi mund të luftojnë radikalet e lira dhe të ngadalësojnë procesin e plakjes. Ato kanë në përmbajtje përbërës të cilët kanë veti antibakteriale dhe mbajnë mikrobet dhe pushtuesit e huaj larg nga lëkura. Preshi ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Preshi përmban një flavonoid që ndihmon në mbrojtjen e enëve të gjakut nga dëmtimet e shkaktuar nga molekulat hiperaktive të oksigjenit. Kjo metodë mbrojtjes së enëve të gjakut prodhon gjithashtu një gaz natyror që quhet oksidi nitrik ose NO. Oksidi nitrik ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut. Një tjetër avantazh i kësaj perime është se përdorimi i lartë i folatit, të cilët gjendet te preshi, mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Folatet promovojnë shëndetin e zemrës dhe sigurojnë që nivelet e homocistinës të jenë të ekuilibruara si duhet. Edhe sasia e moderuar e homocistinës mund të sjellë dëme edhe në sistemin kardiovaskular nëse është e çrregullt. Preshi gjithashtu është i mirë edhe për uljen e tensionit të gjakut. Kaliumi shërben si vazodilator që minimizon tensionin e enëve të gjakut, për të siguruar gjithashtu një rrjedhje më të qetë të gjakut nëpër arterje. Dhe me sa duket kjo perime është e mirë sa i takon edhe kësaj lëndë ushqyese. Kaliumi gjithashtu ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të hyrje-daljeve mes natriumit dhe luaj një rol të rëndësishëm në kontraktimet e përgjithshme të muskujve dhe gjithashtu të organizmit tuaj. Preshi është një burim shumë i mirë ushqyes edhe për personat të cilët tashmë vuajnë nga anemia. Anemia ndodh kur trupi ka një mungesë të theksuar të hekurit. Me konsumin e preshit rregullisht është një mënyrë e sigurt për t'u ofruar trupit tuaj hekurin e domosdoshëm për të luftuar dhe parandaluar edhe efektet e radikaleve të lira në trup. Preshi është një produkt shumë i mirë edhe në luftën kundër inflamacioneve. Ka veti të mira antiinflamatore dhe sasi të larta të vitaminave antioksiduese të cilat në mënyrë efektive do të zvogëlojnë inflamacionet e lëkurës dhe gjithashtu ato të kockave. Kjo perime do të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të problemeve siç janë edhe ato të artritit. Preshi është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina K të preshi do të parandalojë çdo problem të mundshëm dhe do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, citon dhe Elside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.